Me nënshkrimin e marrëveshjes për grantin investues të Bashkimit Evropian dhe të marrëveshjeve të financimit me Bankën Evropiane të Investimeve dhe Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, nis faza e tretë e financimit për ndërtimin e segmentit hekurudhor Kriva-Pallank-Deve Bajër në korridorin 8. Për këtë projekt përmes kornizës investuese për Ballkanin Perëndimor, Bashkimi Evropian ka siguruar grant prej 149 milion eurosh. Kryeministri Hristian Mickoski tha se bëhet fjalë për një projekt që është premtuar për më shumë se 3 dekada. Ai theksoi se qeveria ka arritur marrëveshje me palën bullgare dhe se ndërtimi i pjesës lindore të korridorit 8 do të përfundojë. Unë kam qenë në moshë shumë të re, kur për herë të parë përmendej pjesa lindore e korridorit 8. Sot jam kryeministër dhe me kënaqësi mund të them se pjesa lindore e korridorit 8 përfundimisht do të përfundojë. Nëse atëherë kam qenë në moshë të re, kurse tani kam rreth 48 vite, kjo nuk kupton se për më shumë se 30 vite kemi pritur që atë që dikush dikur e paralajmëronte, kjo qeveri e përmbylli si proces. Përfaqësuesi i Bankës Evropiane për Investime, Bjorn Gabriel, tha se me nënshkrimin e marrëveshjeve hapet rruga për shpalljen e tenderit për ndërtimin e këtij segmenti hekurudhor. Ai njoftoi gjithashtu se Bashkimi Evropian ka siguruar fonde edhe për përgatitjen e projekteve në pjesën perëndimore të korridorit 8 drejt Shqipërisë. Në pjesën perëndimore drejt Shqipërisë, Banka Evropiane tashmë ka siguruar fonde në formë grantesh nga Bashkimi Evropian për të mbështetur përgatitjen teknike të segmenteve përkatëse në të dyja anët e kufirit. Sa u përket segmenteve në Maqedoninë e Veriut, analiza e mungësive në dokumentacionin teknik ekzistues për segmentin Kërçov-Strug pritet të fillojë në tetor. Paralelisht me këtë, Komisioni Evropian aktualisht është duke shqyrtuar termat e referencës për studimin e vizibilitetit të segmentit që lidh Strugun me kufirin shqiptar. Ndërkaq, drejtori i hekurudhave të Maqedonisë së Veriut, Sinisha Ivanovski, tha se segmenti Kriva-Pallank-Deve Bajër është një nga projektet më sfiduese infrastrukturore, pasi 60% e trases do të përbëhet nga ura dhe tunele. Është interesante se nga 22 km sa ka gjithsej do të ketë 21 tunele me gjatësi prej 7,8 km. Do të ketë gjithashtu edhe 52 ura me gjatësi prej 5 km. Kjo nuk kupton se nga 22 km, thuajse 13 km apo më shumë se 60% nga kjo tras do të jetë e përbërë nga urat dhe tunelet, dhe kjo vërtet është sfiduese, për shkak se vetë tereni është me lartësi mbydetare, prandaj edhe duhen këto ura e tunele. Autoritetet gjithashtu njoftuan se marrëveshjet e nënshkruara sigurojnë mbylljen e strukturës financiare të projektit. Sipas njoftimeve, ndërtimi i kësaj linje hekurudhore do të përmirësojë lidhjen ndërmjet detit Adriatik dhe detit të Zi, do të lehtësojë transportin e njerëzve dhe mallrave dhe do të krijojë mundësi të reja për zhvillim ekonomik të vendit dhe rajonit.